Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në këto podcast në gjuhën shqipe. Për herë të parë jam duke ju dhënë një ushtrim të autohipnozës dhe ato që ka të bëjë me trajnimin autogjenik. Trajnimi autogjenik është njëra nga teknikat me të cilën shumë persona në gjithë botën ushtrojnë gestionojnë vetën e tyre për të marrë nga vetvetja gjithë ato burime, gjithë ato risorsa që kanë të bëjnë për sa i përket luftimit kundra ankthit apo zotërimit kundra ankthit dhe për të rritur performancën e tyre. Tani dhe nëse doni të dini më shumë pikë këtë dhe në qoftë se doni të kryeni këtë ushtrim, ju këshilloj në radhë të parë të uleni në koltuk, ose në një shtrat, ose në tokë, dhe mund të fikni çdo lloj telefoni, çdo lloj dispozitivi që keni teknologjik, dhe dua që faktikisht t'ja filloj me ushtrimin e parë të trajnimit autogjenik, që është ajo që ka të bëjë me peshën, me ngrohtësinë, etj. Grupi Albanian Hypnosis Community sigurisht këtë ushtrim e njeh dhe mund ta përsërisi, pse jo. Atëherë, pra, në qoftë se jeni komod dhe jeni në një vend të rehatshëm, mund të mbyllni sytë dhe dua që çdo kush prej jush të lejojë që vëmendja të shkojë brenda vetes. Merr një frym të thellë, mbaje këtë frym të thellë për pak sekonda dhe nxirre ngadalë, shumë ngadalë. Sërish, një frymëmarrje të thellë, mbaje dhe lësho gjithë tensionin që ke akumuluar këtë ditë. Dhe një herë tjetër, një frymëmarrje e thellë, mbaje dhe lëshoni tensionin që ndjeni në trup. Ndërsa vazhdon të marrësh frymë në mënyrë të qetë dhe natyrale, unë do të të ftoj të imagjinosh një vend ku ti ndihesh i sigurt. Një vend që mund të jetë real ose i krijuar nga imagjinata jote. Mund të jetë një pyll i gjelbër, një dhomë e ndriçuar nga dielli, apo një kopsht i fshehur ku vetëm ti ke një qasje. Në këtë vend ti ndihesh i mbrojtur. Tani dua që të filloj me trajnimin autogjenik, me formulën e parë. Unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Unë jam i qetë, krejtësisht i qetë. Dua që çdo kush prej jush të rri me zërin tim, duke dëgjuar zërin tim në një gjendje të thellë, shpirtërore, të relaksuar. Edhe një herë, unë jam i qetë, gjithmonë më i qetë. Dua që tani të fokuzoheni vetëm te krahu juaj i djathtë. Dua që çdo kush prej jush të fokuzohet tek dora e djathtë, pra ta ndjej dorën e djathtë, krahun e djathtë nga brenda. Shikoni krahun tuaj të djathtë, aty, të lëshuar dhe i rënd. Vëzhgoni me syrin e mendjes krahun tuaj të djathtë, të rënd, gjithmonë më i rënd. Krahu im i djathtë është i rënd. Krahu im i djathtë është i rënd. Krahu im i djathtë është i rënd, gjithmonë më i rënd. Krahu im i djathtë është i rënd, gjithmonë më i rënd. Edhe krahu im është i rënd. Edhe krahu i majt po bëhet gjithmonë më i rënd. Gjithmonë më i rënd. Krahu i majt është gjithmonë më i rënd. I rënd, gjithmonë më i rënd. Mund të fokusoheni te këmbët. Ja, këmbët e juaj, kofshat, prapa panica, gjithë shtylla kurrizore po bëhet gjithmonë më e rëndë.
edhe këmbët e tuaj po bëhen gjithmonë dhe më të rënda, gjithmonë dhe më të rënda, 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 të rënda. Gjithë trupi juaj në këtë moment është i rënd, i qetë dhe i butë. Mendja juaj është pasive. Trupi është i rënd dhe i ngrohtë, mendja është e lehtë dhe pasive. Mendimet janë të largëta në horizontin e vëmendjes, gjithmonë dhe më larg. Çdo mendim shqetësues dhe negativ është gjithmonë dhe më i larg, gjithmonë dhe më i larg, gjithmonë dhe më i larg, gjithmonë dhe më i larg. Mund të përsërisni. Brenda jush, unë jam i sigurt, jam në paqe. Trupi im është gjithmonë dhe më i sigurt dhe në paqe. Trupi im është i sigurt dhe në paqe. Trupi im është i sigurt dhe në paqe. Gjithë trupi im është i rënd dhe i ngrohtë. Barku im është i ngrohtë. Mendja e qetë, e freskët, barku i ngrohtë. Koka e freskët, balli i shtrirë, gjithë muskujt e gojës janë të relaksuar siç janë të relaksuar gjithë muskujt e fytyrës time. Kështu edhe barku im është i relaksuar dhe i ngrohtë. Frymarrja gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë, gjithmonë dhe më thellë. Unë jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Trupi im është gjithmonë dhe më i relaksuar. Ankthi është indiferent. Mendimet e mia janë gjithmonë indiferente. Ankthi është indiferent dhe mendimet e mia janë indiferente, të larta. Unë jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë. Trupi im është i rënd, i ngrohtë, barku i ngrohtë, frymarrja e thellë, koka ime e freskët, balli i freskët dhe gjithë muskujt e fytyrës janë gjithmonë dhe më të relaksuar, gjithmonë dhe më të relaksuar. Unë jam i qetë, gjithmonë dhe më i qetë, i butë dhe i qetë. Ankthi dhe shqetësimi është larg, gjithmonë dhe më larg. Është një diçka që nuk më përket mua, po të tjerëve. Tani jam gati për të hapur sytë dhe për t'u zgjuar. Unë do numëroj nga 1 deri në 5 dhe ju do zgjoheni nga ky trans, nga ky ushtrim rele relaksues, plot fuqi, plot energji dhe plot të relaksuar. Dhe zëri im do t'ju shoqëroj gjatë gjithë ditës. Zëri im do t'ju shoqëroj gjatë gjithë ditës. Si një zë i qetë, si një zë i fortë, si një zë brenda kokës tuaj. Kë ju mund të përsërisni formulën magjike. Unë jam i fortë dhe i qetë. Unë jam i fortë dhe i qetë. Gjithmonë dhe më i qetë. 1. Gjithmonë dhe më lartë. 2. Gjithmonë dhe më lartë. 3. Gjithmonë dhe më lartë. 4. Hapni syt. 5. Shikoni përreth jush. Ku jeni? Si ndjeni? Si ndihet trupi juaj? Shtrëngoni duart, lëvizni këmbët, lëvizni qafën, kokën. Dhe mirë se u kthyet përsëri në realitet, duke ditur që ju mund të ktheheni sa herë të doni për të përsëritur dhe për të dëgjuar përsëri këtë podcast dhe për të, pse jo, për të relaksuar vetveten tuaj. Dhe po ju pres me 8 korrik në trajnimin master mbi auto-hipnozën.